Në vijim të punës për zbardhjen e rasteve të vjedhjeve dhe si rezultat i veprimeve intensive hetimore, shërbimet e policisë kanë bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e 3 shtetasve të dyshuar për vepra penale kundër pronës. Në lidhje me një rast vjedhjeje me dhunë, të ndodhur në datën 30/3/2026, rreth orëve të mbrëmjes në lagjen 1 Maj në qytetin e Vlorës, u arrestuan 2 autorët e dyshuar, të cilët i kanë vjedhur me dhunë portofolin me një shumë parash, shtetases JK 39 vjeçe banuese në Vlorë. Shtetasit arrestuar janë BT 18 vjeç, një 16 vjeçar, të 2 banues në Vlorë. Gjatë kontrollit ndaj tyre, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës gjetën dhe sekuestruan shumën monetare të vjedhur në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë Vlorë për veprën penale vjedhja me dhunë e kryer në bashkëpunim. Gjithashtu, më datë 30/3/2026, rreth orëve të pasdites në qytetin e Sarandës, një shtetas ka vjedhur nga automjeti shtetasit LT një çantore me sende personale. Falë reagimit të shpejtë dhe punës së mirë organizuar të policisë, u bë i mundur arrestimi në flagrancë autorit të dyshuar NÇ 66 vjeç banues në Sarandë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë Sarandë për veprën penale vjedhja.